Benita dhe Sosa qëndrojnë të ulura në obor, larg syve të Albës dhe banorëve të tjerë, të përkulura drejt njëra tjetrës sikur po ndanin një sekret të madh. Të dyja duken të irrituara, me fytyra të ngurta dhe gjeste të shpeshta që tregojnë se po flasin me mllef dhe për çmim. Benita nis e para, duke tundur kokën me neveri, Alba po vdes për pak famë, Sosa. E sheh si rri gjithë ditën duke bërë sikur është më e rëndësishmja këtu? Ajo s'ka famë as jashtë dhe jo më këtu brenda. Vetëm bën sikur. Sosa qesh me një ironi të dukshme dhe afrohet më shumë. Jo më, po ajo do famë me çdo kusht. A e ke parë si sillet? Sa herë që ka kamera përpara. Fillon e ndryshon sjellje menjëherë. Hiqet e butë, hiqet e qetë, hiqet e ëmbël. Po vetëm ne e dim çfarë është në të vërtetë. Benita ngre vetullat dhe shton me ton të ashpër, ajo ka ngelur vetëm, o Sosa. Askush se merr seriozisht. S'ka as shoqëri të vërtet, as lidhjet që pretendon. Vetëm role luan. Dhe pastaj shikon neve nga lart sikur ne jemi budallaqe. Sosa tund kokën me plot bindje, sikur çdo fjalë e Benitës i bie në vend. E di çfarë më nervozon më shumë? Që ajo mendon se ne nuk kuptojmë asgjë. Mendon se mund të na e hedh me thjesht një buzëqeshje të rreme. Alba është aq e fiksuar pas famës, sa do të bënte çdo gjë për pak vëmendje. Benita buzëqesh me përbuzje, vëmendje. Ajo jeton për atë. Jeton për disa sekonda kamerë. Dhe kur si ja japin, fillon e bëhet nervoze, futet në drama pa lidhje, vetëm që të flasim për të. Sosa shton edhe një goditje verbale, duke shtrembruar buzët, po qa famë kërkon ajo, moj? Nuk ka asgjë me vete. As karrierë, as imazh, as personalitet. Po mundohet të kapet pas çdo gjëje, vetëm e vetëm mos të harrohet. Vjen rrotull sikur është dikush, por në fakt ka ngelur vetëm. Të dyja qeshin në heshtje, por qeshja e tyre është e mbushur me përçmim, jo me humor. Biseda vazhdon akoma më thellë, ndërsa secila shton histori të vogla dhe komente që e paraqesin Albën si diktë të va.